What's up Tirana, jeni në Rap Talk në Radio Sol me mua DJ Enkin dhe sapo kemi startuar sezonin e dytë të Rap Talk. Pas disa muajsh pushimi jemi rikthyer më fort se kurrë dhe ju premtoj që sezoni i dytë do të jetë i mbushur me episode super interesante dhe gjithashtu me të ftuar tepër interesant. Pas disa muajsh pushimi, pafund gjëra kanë ndodhur në industrinë e hip-hopit, ne do t'i prekim pak e nga pak gjitha, por tani nuk jam vetëm, e kam nis këtë sezon, këtë episod parë dhe me këtë tjetër se me mikun tim më të mirë, kolegun tim Idro. Mirëmbroma Enko, mirëmbroma Tirana, mirëmbroma Sol Radio. Ciao bot. Ja. Na kanë ndodhur pafund gjona të reja në hip-hop. Këto muaj që kemi qenë pushim dhe në t'i cekim tani, kemi për të përmendur albumin e ri nga Kendrick Lamar, gjithashtu performancën e Super Bowl, por kanë ndodhur dhe disa skandale rreth të dy nga artistëve më të mëdhej që ka pas industria e hip-hopit, po flas për Jay-Z dhe Puff Diddy. Kanë ndodhur disa skandale shumë të mëdha që do t'i cekim. Gjithashtu Kendrick Lamar ka performuar në Super Bowl dhe gjithashtu ka fituar 5 çmime Grammy për disin që ai ka kushtuar Drake-ut me Not Like Us. Gjithashtu dhe Drake ka publikuar albumin e tij më të ri në Party Next Door, ku ai është shprehur që është chapteri i parë i një revolucioni që e ka për të bërë, dhe ka thënë që albumi i dytë që do jetë solo ka për të qenë strictly një diskutim mes fansave të tij, one-on-one, kështu ka shprehur në koncertin e tij që ai ka mbajtur në Melbourne në Australi, sepse ai ka nisur turin. Dhe gjithashtu Kendrick Lamar pas Super Bowlit ka shprehur se ka për të nisur turin e tij në të gjithë botën me SZA. Do ta nisim pak me Sean Diddy Combs, i cili po përballet me disa pasoja shumë serioze ligjore dhe reputacionale pas akuzave që janë bërë nga ish gruaja e tij, Cassie, për abuzim seksual dhe për trafikim. Ai gjendet në qeling këto momente dhe gjendet në pozita shumë të këqija, por do ta shohim se si ka për të shku gjithë kjo situatë. Gjithashtu Jay-Z është ndodhur në të njëjtën pozitë si Puff Diddy, kur është akuzuar për dhunimin e një 13 vjeçareje që me sa duket gjykata ka thënë që është falso, dhe ai përveç kësaj ka hedhur në gjyq pikërisht personin që ka akuzuar, duke thënë që është shpifje dhe janë duke munduar për t'i ulur imazhin e tij. Por kaq ishte për këtë pjesë pak të errët të hip-hopit. Ne do të flasim tani për Kendrick Lamarin, i cili sapo ka performuar në Super Bowl, që ishte viti diku tek 67 i Super Bowlit. Idro, doja toja diçka, si tu duk performanca e Kendrick Lamar në Super Bowl? Qa mendimi kishe ti? A ishte përzgjedhja e dur e këngëve që ai zgjodhi për të performuar dhe komplet gjithë realizimi i performancës? Sepse duhet ta themi që Kendrick Lamar, përveç se muzikës, ai nuk lën mbrapa as videoklipet, as performancat që ai bën. Normalisht ai kuron të gjitha në detaj, sepse ka dhe një ekip shumë të madh për mbrapa. Normalisht me të parin Day Free. Siç vetë the, Kendrick Lamar në performancën që pam Super Bowl ishte çdo gjë perfekte, çdo gjë që ndisme. A mendoa shumë e vërtet? Normalisht që po. Okej, normalisht po. Në për internet normalisht kishte pafund mendime daç të mira, daç këqija, pozitive apo jo. Si gjithmonë normalisht. Po normalisht kur je në një treg aq të madh dhe je artist aq i madh të momente, normalisht që shumicën e rasteve duan dhe me të kritiku. Po normalisht edhe në stage siç është ajo e Super Bowlit ka vend për gjitha, dhe kritika edhe gjëra të mira. Normalisht Kendrick Lamar nuk ishte vetëm në skenë, ai ndau skenën normalisht me bashkëpunëtoren e tij më të madh në këto momente, po flasim për SZA, dhe patjetër ishte edhe aktori Samuel Jackson, që ishte Uncle Sam, që kush e njeh Kendrickun mirë nga fillimi deri në fund, e di shumë mirë kush është Uncle Sam nga albumet e To Pimp a Butterfly etj me radhë. Dhe normalisht diçka që ishte super petty nga ana e Kendrick Lamar ishte që ai kishte marr eksin e Drake, Serena Williams, që është një teniste shumë me madhe në sporte. Po performonte Not Like Us. Po, ajo was crip walking. Ishte crip walking, ndërkohë që ai përmente Drake-u në këngën e Not Like Us, dhe normalisht kjo ishte një goditje direkte e drejt për drejt National TV. Patjetër. Diçka që unë doja të thoja ishte që s'jam shumë dakord që pse gjithë performanca e Super Bowl duhet ishte e dedikuar gati 80-90% për Drake. Kam përshtypjen që kënoj këngën Not Like Us nuk e disha do e kënonte apo jo, se po e bonte kështu tis. Patjetër, kjo ishte atë po e luaj as po e luaj po. Po sepse duhet përmend që ishte maja e icebergut. Normal, atë nuk kishte si mos ta performonte, se duhet të themi që përveç çdo gjëje që Kendrick ka publikuar, mos ta performonte se Drake-u e diti që godet direkt e thot. Okej, atë doja të thoja ishte që Drake-u para se të ndodhte Super Bowli, pra më saktë
direkt masi u lançu që Kendrick Lamar do të vote host Super Bowlin e këtij viti në New Orleans, Drake me një herë e hodhi në gjyq, por jo Kendrickun, por UMG, labelin Universal Music Group për defamation. Pra me sa duket Drake thotë që ato i kanë ndihmuar Kendrickun për pay for play, është tamam që kanë paguajtur boca për të arritur sa më shumë influencën e Not Like Us-it dhe për të për të thyer ato rekorde që ai thiu. Dhe për mos mjaftu këto edhe për prishje imazhi. Po patjetër, kjo është deformation. Dhe për mos mjaftu këto, në vitin e 67 të çmimeve Grammy Awards, Kendrick Lamar u nderua me 5 çmime për Not Like Us-in që ishin kënga e vitit, rekord i vitit, performanca më e mirë rap, kënga më e mirë rap dhe videoklipi më i mirë rap. Me sa duket nuk ishte dis vetëm Kendricku për Drakeun, po ishte Grammy, ishte UMG-ja, LeBron James edhe shumë tjerë me radhë. S'kena çfarë të themi, vetëm t'i gëzoj Kendricku 5 cop. Po dhe le ta themi që Kendrick Lamar është artisti i vetëm hip hop që ka kaq shumë Grammy, mos gaboj diku te 20 çmime Grammy të karrierës vet. Na kishte dhënë një neva ai. Po ta morëm dhe neve shumë shpejt, pisha se morim për disë. Sa kërkojmë aty. Okej. Për të vazhduar para se të vazhdojmë me tematikat që kemi përzgjedh, duhet që të ndjekim një këngë dhe do rikthehemi përsëri në studio për të folur me Idrin pak për mundësitë që Idrit janë ofruar për këtë vit 2025 dhe për disa nga arritjet që Idri ka mundur për të arritur që nga hera fundi që e kishim në Rap Talk deri më sot. Kështu që ndjekim këngë dhe kthehemi përsëri në studio. Rap Talk. Rap music. Rap culture. U rikthyem përsëri në studio, jemi në Rap Talk me mua DJ Engi dhe Idrin, dhe Idro dohet vazhdoja pak të flisnim për ato që po flisnim para se të hynim, për Kendrick, për Drakeun i cili greti pa di rreth Universal Music Group. A mendoj që ishte një zgjedhje sa nga ana e tij? Normalisht nuk ishte ai vetëm që e mendoi këtë gjë, është një ekip i tërë që besoj e ka këshilluar për të vepruar në këtë mënyrë që veproi. Ti nga ana jote, a mendoj që ishte një zgjedhje dur për ta mbyllur një rap beef? Se besoj e para punës që Kendrick ju ka pas nevoja që të morë fake streams në këngën Not Like Us. Sa ajo ishte një lëvizje botërore, mund të themi, edhe si mund të ketë views-a fake ajo, nuk e di. Derisa ai e tërhoqi mbrapsht mas një javë që e boni, kuptohet që ishte një lëvizje e gabuar. Tërhoqi mbrapsht kush, Drake pa din thu? Jo, nuk e ka tërheq pa din. S'është tërheq pa dia, nuk është tërheq akoma, sepse pa dia vërtetua si gjë. Nuk është vërtetua akoma si gjë, por pa dia ngrehet për UMG-n për të thënë që ju e keni ndihmuar për të ulur të drejtën për të ulur imazhin tim, sepse është për të përmendur diçka që në 2025 Drake kishte për të kërkuar një kontratë rreth $500 milion UMG-s për qëndruar akoma si artist i këtij labeli, dhe me sa duket ato nuk ishin dakord për ta bërë këtë gjë, dhe normalisht ku më mirë se për të shfrytzuar momentin për Kendrick Lamarin për t'i ulur imazhin Drake-ut dhe normalisht për të ulur tarifat për të qenë pjesë si artist i UMG-s. Kështu që normalisht nga ana ime mendoj që deri diku ishte e drejtë, por dhe nuk ishte e drejtë. Për mendimin tim një rap beef duhet mbyllet vetëm me muzikë dhe mjafton aq, por prapë duhet ta pranojmë që jetojmë në kohë shumë të ndryshme nga kur janë bërë. Më thëmë, që ose do përmenim kush ishte deri tani në hip hop këto 50 vite, sepse duhet përmenim që në gusht të 2024-s hip hop e bëri 50 vite që le të themi është kriju, dhe deri tani ky rap beef ishte më i madhi nga të gjitha kohrat. Me impakti më të madh. Po, dhe nëse do përmendim të dytën si Biggie, Tupac ose të tretën si Jay-Z dhe Nas, normalisht janë minimumi diku tek 15 vite, 20 vite larg njëra tjetrës, dhe normalisht nuk mund se si të sillen në të njëjtën mënyrë, se si ti sillen në një mënyrë këto rap beefs. Normalisht gjërat kanë ndryshuar, që atëherë nuk ka pas streams, atëherë çdo gjë flitej në për rrugë dhe shive influenca në të vërtetë në përditshmëri dhe jo në për Instagram dhe gjëra. Dhe normalisht edhe fansa duan që të krijojnë një path, një rrugë që të ndjekim, pra duhet të ndryshojnë narrativën se si i shohin njerëzit gjëra, dhe normalisht jo të gjitha le të themi që janë të vërteta, normalisht disa janë dhe për të ndryshuar narrativën e komplet gjithë situatës. Kështu që edhe unë mund ta kuptoj Drakeun për lawsuit që ka bërë për shembull për prishje imazhi, është normale se ka thonë shumë gjëra Kendrick në këngë që s'mund ta dim akoma nëse janë vërteta apo jo, a kuptoj, po thjesht ka bërë shumë zhurmë dhe ka bërë shumë streams edhe normalisht ka marrë vëmendjen më të madhe. Drake nuk ja ktheu dot mbrapsht ashtu siç nuk e mori ndoshta vëmendjen, mund ta ketë kthyr me barzë me gjona, po nuk e ka marrë vëmendjen që kishte Not Like Us, kështu që
me themi me plot gojë që fitimtar doli Not Like Us me Kendrick. Patjetër dhe normalisht vetëm për kësaj këngë performanca e Kendrick Super Bowl ishte performanca më e shikueshme në të gjithë performancat e mundshme që janë bërë në Super Bowl, duke kaluar edhe performancën e Dr. Dre ku vetë Kendricku e kishte për herë të parë atëherë që performoi në një Super Bowl dhe kjo ishte hera e dytë, por kësaj radhe ishte his main act, pra ishte kryesori. Normalisht që duke pas performancën e Dr. Dre në sken me 50 Cent, me Eminem, me Mary J. Blige dhe tjetë Kendricku tek pull që t'i kaloi pritshmëritë edhe shikueshmëritë e Super Bowlit, normalisht ishte një super arritje nga ai, sepse ishte edhe normalisht e kuruar pafund dhe ishte shumë e guximshme si performancë. Prap nuk i ngel hatri Dr. Dre se shok janë bashkë ata. Normal, jo shok, po është mentori më i madh që Kendricku ka pas ndonjëherë. Shok më dëgjoj. Idro, siç e përmenda edhe pak në hyrjen e parë që bëm, ti këtë vit ke pas disa arritje shumë të mëdha nga ana e jote si producent normalisht dhe si DJ, por ti ke pas një ide super kreative për të mundur për të shku viral. Nuk e di a e dije që do shkoj viral apo jo, ishte thjesht për qefin ta, thjesht e provove si gjë. Ti munde për të shku viral me një taktik e cila u përdor me AI, ku ishte për të marrë këngët e reja moderne për të rikthyer le të themi në vitet 80-90. Po me një sound pak më vintage, pak më jazz, më blues, më vitet 50, vitet 60. Okej, unë jam kurioz, unë edhe di s'ma ke tregu, po besoj siç unë jam dhe shumë tjerë që të kanë ndjek në atë kohë. Si ishte ideja, si arrite me, si shkoj menje me buku dëgjoh dhe si e realizove me AI? Ishte një program apo si arrite me e bë? Është një website që të lejon të bosh muzikë sipas kërkesës tënde, që ti ja jep në prompt aty me një shkrim, me një, për shembull mund të thosh AI e para punës quhet suno.ai ose .com nëse s'gabohem. Pra programi që ke përdor ishte suno.ai, website-i, okay. Suno quhet. Ku aty ti mund të kërkosh një këngë sipas dëshirës tate, mund të thosh më bëj një këngë reggaeton, më bëj një këngë jazz, më bëj një këngë, nuk e di, çfarë nuk ka kufi aty domethënë, po. Ti jep, ndaç ti mund të kërkosh asaj të bëj edhe tekstin e këngës, ndaç mund të japësh edhe ti tekstin tat. Okej. Unë këtë rast mora këngët që janë gjatë famshme në Shqipëri, domethënë që ishin virale, dhe që ngjoheshin për momentin. I mora lyriksat, i vuna aty në dhe normalisht zgjodhe dy skaje super të kundërta, pa i këngë moderne le të themi ose hip hop pak e egër, e ke kthyer në një këngë si country vjetër. Këtë tekstin ma bëj që ngjaj si sound viteve 50. Okej. Jep generate për punë 2 minuta të nxjerr dy këngë me të njëjtin tekst. Ato që keni ngjuar në TikTok domethënë, që janë bërë super virale. Thjesht ajo ta ndërto të gjithën, e ka regjistruar, e ka mix masterizu këngën. A shkoi video direkt, video e parë virale apo ishte video e 2, 3, 4 dhe ishte si tush ide që ti vazhdove me i bë. Unë gjenerova një 7-8 këngë mos gaboj. Okej. Edhe i hudha atë not që i gjenerova, i hudha direkte. Okej. Të nesërme vetëm kishte shpërthy ajo kënga Mosit, kishte shpërthy kënga e Light. Okej. Viteve 50 edhe vetëm po bonin njerëzit video në TikTok me soundin tim. Ishte shumë viral, më thonë, edhe viewsat më shumë të që bona mena notës, që kanë pas statistikat, kanë qenë 900.000 views mena një notë. Mena një natë, pra imagjinoj që kësa viral ka shku. Në total, për një muaj më këtë qenë profili im, 13 milion views. Okej. Kush ishte nga këto videoja ose le të themi kënga, thonë za më virale që shkoi? Kush e mba vendin e parë? Viteve 50 do të ketë qenë Mosi se po Mosi. Mosi, ja. Ajo ishte më virale. Misteri. Që ishte në viteve 70, viteve 80. Viteve 50. Gjitha viteve 50 i kam shkruar, gjitha vitet 50 i kam shkruar. 50 kanë qenë, pas edhe prompti ishte 50s, vetëm kaq shkruaj, nuk asnjë gjë tjetër. Tekstin e këngës edhe prompti 50s, edhe generate edhe dilte. Pra ti më the që nuk e dije që kjo gjë do shkote kaq viral, ishte thjesht gjë më e provu, thjesht për të bëj content për TikTokun. Po, edhe desha me i hudh, thash, ata përzi profilin tim me kështu gjona AI kështu apo jo, po thash, hajta udhë se ngjante e veçantë ajo. Besoj bone zgjedhjen e dur se TikToku nuk është se mbahet për një platformë tepër serioze, pra ti nuk është se kishe për të bërë ndaj. Po unë ashtu e mendosha në fillim, pastaj. Okej. Pa le të themi ishte zgjedhja më mirë që bone. Dhe diçka besoj shumë e rëndësishme dhe shumë e zgjuar që ti bone është që përveç pra ti morë një farë audiencë prej këtyre videove dhe nuk e le veç më aq, po vazhdove duke reklamu dhe profesionin tat vërtet ato që di më bë më së miri. Po DJing, mixing, mashup e gjona.
Përdora këtë strategjinë me këngët e AI, përdora për një 10 ditë maksimumi, besoj 10-12 ditë. Edhe ndërkohë që isha duke publikuar edhe këto knega krau tjetër, isha duke xhiruar edhe video me miksime, DJ që po bashkoja këngë me njëra tjetrën që ngjashin lezetshëm. Okej, do kalojmë dhe aty pak më vonë. Do të përmend edhe pak. Doja me thonë diçka edhe këtë që kam pa që diku tek 1 muaj e pak mbasi ti ke nisë me bë këto me viteve 50, kam pa edhe disa account të tjera që jam mundu me bot njëjtën gjë. A kam bë mas 2-3 ditësh e kam bot njëjtën gjë. Mas 2 ditësh pas kam pa më shumë vënes. Çfarë mendimi ke për këtë? Free for all është. Free for all. S'm prishi puna as. Pra nuk është se unë djeve në një mënyrë çuditshme që si tu ta morë një ide që ti e kishe dhe mundu me bë. Jo, sa unë isha të shu strong për vete, kështu që edhe ato të shkonin strong, se unë nuk është se unë s'di të kesh shkuar një nga ato të tjera shumë viral në krahasim. Ja 2-3 këngë kështu tek këtu kanë qenë që shkuan viral, ja 2-3. Po aq se të tjerët pastaj s'dishin më i boss. A ke ndonjë plan tjetër me AI-n për ta përdorur për të shkuar viral? Okej, këto ishim i 50. Çfarë mund të bësh tjetër me AI? Se di që edhe njeh më shumë. Mundesh me bë. Po jap një sugjerim, mundesh me provu salsa për shembull, ose salsa. Ose çfarë është bachata, ajo këto spanjollet, kështu edhe këto këngët spanjolle, flamenco, salsa, bachata, po ti vesh aty te AI tekstin. Okej. Ti vesh të promptin, dalin gjëra të lezetshme, kështu që provojeni. Dhe Idro, me që po flasim akoma për TikTokun, si një person që mundi të arrit disa miliona likes dhe followersa në TikTok, çfarë mund t'japësh këshill për njerëzit që duan vërtet me bë content në TikTok dhe për të shkuar viral dhe normalisht me përdor TikTokun avantazhin e gjithë secilit. Në 90 video që ti mund të kesh bërë dhe pafund video tjera me AI ose jo AI dhe me miksime të DJ-t që përmende, çfarë mësove nga TikToku? Gjëja kryesore në TikTok, për mendimin tim për artistat që bëjnë muzikë, është consistency. Më thonë, këngët që ti i ke stok aty në laptop po i man kompjuter, boj spoil për ditë. Do të postosh për ditë në TikTok, për mendimin tim, domethënë që të arrish, të kesh mundësinë që të bëhesh viral, sepse njëna nga ato në një moment do ta kapi atë vëmendjen e vet. Normalisht hashtaget janë pjesë kryesore e targetimit të audiencës që ti do me kap. Pra hashtaget janë të rëndësishme. Pra janë si tush për të kap një target group caktuar që ti zgjedh prej hashtageve. Nuk mundesh me udh një video ti pa hashtag pasi gjë dhe ta kapi gjithë botën, se do ta kapi gjithë bota, se nuk e ke domethënë famën, ajo është e vërtetë. Vetëm followersat që ke mund ta. Followersat që ke, po ato like-et e para kështu normalisht kanë atë rëndësinë e vet, po hashtaget kanë më shumë rëndësi sepse i targeton, domethënë atë video që ti e ke udh, e targeton për shembull që ta ngjojnë vetëm shqiptarët ose vetëm DJ-t ose kanë ato të veta, domethënë hashtaget kanë rëndësinë e vet, edhe jo me mush me një 40 hashtage aty, po 5 deri në 6-7 hashtage maksimumi mjaftojnë. Orari normalisht ka bëj për mendimin tim do ta kuptosh, domethënë duke postuar kuptosh se kush është orari i përshtatshëm për profilin tat. Për mua ka qenë mëngjesi gjithmonë nga ora 10 deri në 11 të mëngjesit për ditë nga një video ose edhe 2 maksimumi. Pra mëngjes mendoj që është orari më i mirë për mua ka funksionuar, po përpara ka funksionuar, po mund të funksionojë edhe dreka për dikë tjetër ose darka, po secili duhet ta provojë atë. Çfarë mund të them tjetër te pjesa? A mendoj që është e rëndësishme për gjithashtu për të ndjek trendet e TikTokut që hapen për të shkuar viral? Për artistat nuk e them dot, për artistat mendoj që duhet të kenë një content sa më original. Sa më real, se që ai që është videon të kuptojë dhe të ndjejë atë që ti po do me i përcjell, domethënë, jo me kap ndaj trend, gjë se trendi sot është, nesër nuk është më. Ndoshta mund ta nisësh ti si trend diçka. Po, mund të jesh i pari që nisësh një trend. Pa kuptuar fare. Social media shumë funksionon, domethënë. Pra nuk e di asnjëherë se çfarë njerëzit do i pëlqej apo jo. Po pra, nëse ti për shembull si artist ke udh një këngë, një snippet 10 ose 15 sekonda, domethënë në TikTok, edhe ato fjalët shumica e njerëzve që bëjnë scroll gjithë ditën, munden me relate me të, bëhesh viral sepse pëlqejnë njerëzit, thjesht nuk e mendojnë më shumë. Short content është ai edhe. Po për artistë të ri, se duke qenë si producent i ke punuar dhe me shumë artistë të ri dhe jo vetëm, a mendoj që artistë të rinj e ndjekin këtë idenë e TikTokut për bërë një këngë specifikisht për të shkuar viral në TikTok dhe a është gjë e mirë për mendimin tënd apo jo? Kam pa raste që e provojnë edhe nuk ja dalin. Pra, unë për mendimin tim, nëse do të më pyesësh mua, besoj që njerëzit e gjejnë vetë diçka
për ta bërë trend dhe si thosh prap një këngë, pra personi duhet thjesht vazhdoj të bëhet këngën që ka për të bërë dhe normalisht nëse ke një punchline, ke një frazë catchy, që njerëzit mund ta përdorin në kreativitetin e tyre, besoj shko viral, pra jo detyrimisht një artist duhet bëjë një këngë specifikisht TikToku, pra këngë TikToku le ta themi. Ja, nuk funksionon, nëse nisesh me atë me një që do ta bëj këngë se bëhet viral, nuk bëhet viral. Okej. Aty kur ti se mendon që do bëhet viral, ajo plas. Okej, nëse mund të themi një diçka, domethënë edhe nga eksperienca personale nga këngët që kam udh, ajo që s'ma ka prit menja që mund të plas, ajo që un kam pas shpresa për shembull që kjo këngë. Po e çuditshme është kur e mendoj që edhe në këtë kohë ku jemi e kemi fol shumë duke pa dhe intervista nga artistë shumë të mëdhenj që kanë bërë nëpër emisione të ndryshme, po flasim për ato internacionale, është që asnjë nga ato nuk e di kur një këngë e kanë hit apo jo. Biles tamam kënga që ke më pak pritshmëri është ajo këngë që mund të ecë më shumë nga të gjitha. E çuditshme se si mund funksionoj kjo gjë. Dhe për të qëndruar edhe pak te TikToku, ti përveç le të themi ato me AI që ke bë, ti ke shkuar dhe akoma më shumë viral me miksime dhe mashup që ti ke bë me DJ set. Le të themi me ato rutina që mund t'i qyjmë. Po. Me rutinat e DJ-ve, pra me mashup që ti bë, do të pyesja, si përgatitesh për ta bërë video për TikTok? I miksoj herë para, i shef herë para si qyshtek dhe mundohesh që të paktën tek videot përmbledhësh pjesën më të bukur ose më. Tashi te këto videot që kam bë me mashup, kam pas ide edhe vet të dy këngëve që shkojnë me njëra tjetrën, edhe për të bërë diçka më atraktive aty, domethënë që njëri kur bëj scroll në TikTok të mori vëmendjen direkt, kam përdor këtë metodën që kam bërë sikur më kanë çuar një voice më dhe më kanë kërkuar një mashup specifik. Okej. Edhe unë mbas asaj kam fut videon time duke performuar të njëjtën mashup që u fol aty te voice që doli aty para në scroll. Përveç asaj, pastaj masi e bona 2 herë të para, 3 herë të para, kisha shumë mesazhe në Instagram edhe në TikTok me voice që po më kërkoshin mashup-et në llojeve të ndryshme, ca që boshin, ca që nuk boshin, edhe ato kanë funksionu. Edhe përgatitja është, kam një GoPro, kam pajisjen time në shtëpi, domethënë tek studio ime, vendos kamerën aty para, performoj, editimi pra kjo është procesi kreativ. Më shumë kohë më ha editimi, se unë s'merrem me editimi me gjona ti me bëu miksime DJ. Okej. Më shumë kohë më ha editimi se sa. Mirë, edhe ajo është pjesë e rëndësishme. Normal. Ajo është shumë e rëndësishme, okej. Pa atë nuk ecën video. Okej. Para se ta mbyllim këtë pjesë të Rap Talkut, do të pyesja edhe një pyetje të fundit fare për sa i përket TikTokut. Çfarë mendimi ke për mbylljen e TikTokut? Po le ta mbyllim. Po le ta mbyllim. Sot është TikToku, nesër mund të jetë tjetër. Një që po normalisht atë desha më thonë, një që ka për t'ja dalë dhe e gjej mënyrën, nuk i vëmë vetëm TikTok. Okej, po TikToku të bote kishe mundësim për të skip disa shkallë të rëndësishme. Kështu me sa i përket kësaj teme, nuk besoj se ka për të mbyll. Derisa su mbyll në Amerikë, çfarë punë kam u mbyll këtu. Okej. Dhe ishte mbyll me qenë, do të mbyllte dje, s'është mbyll. Do të mbyllte para 2 javë. Nuk është TikToku armiku i rinis, le të themi. Janë gjëra tjera më të thella. Armiku deri diku është për gjë tjetër, po që si më thon që të han shumë kohë duke bë scroll. Armika është ajo, më thonë. Okej. Po. Këtu është propagandë tjetër, politikë tjetër që s'po du me hyj fare si temë. Normal. Dhe për ta mbyll këtë gjë, le të po themi që secili e zgjedh vetë se si i përdor gjërat në avantazh apo disavantazhin e tij. Kështu që nuk kemi mundësi zgjedhje përveç se me pasi si e trajtojmë ne secili personalisht këto social media dhe influencët që marrim nga këto social media. Okej, e mbyllim këtë pjesë, do të gjejmë një këngë dhe do rikthehemi përsëri në studio dhe nuk do jemi vetëm me Idrin, por do rikthehemi me artistin më të ri në treg me Skr. Let's go. Rap talk, rap music, rap culture. Rap talk. U rikthyem përsëri në studio, jemi në Rap Talk. Tani nuk jam vetëm me Idrin, po kemi edhe Skr në studio. Bro, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, valla. Shumë faleminderit për ftesën. Të të prezantojmë si artisti më i ri në treg, edhe si kush o Idrit. Po. Ashtu edhe si shoku jot. Normalisht. Skr, mirë se erdhe në studio. Jam shumë i kënaqur që kam në studio sot patjetër se kena punu pafund që t'ja dalim, edhe jena rrugës për t'ja dal, besoj. Besoj se po. Normalisht ke 2 producenta këtu, normal që kemi ja dali ditë. S'kam ku me shku. Bro, unë t'njoh shumë mirë, edhe Idri normalisht njeh akoma dhe më mirë, po për njerëzit që nuk njohin,
Na prezanto pak veten si Skër, pse Skër, sa kohë ke që merresh etj etj me radhë. Si fillimi herë pse emri Skër si emër arti, si Skër? Skër ka ardhur thjesht natyrshëm nga unë. Skër si me bë drift me makinë, skër ose Me bë drift me makinë, pra me bë swerve. Diçka shumë natyrale ka Spontanisht. Pa, spontanisht. A e kishe emër të parë, opsion të parë kët, apo kishe edhe opsione të tjera dhe the po zgjedh këtë tjetër? Kam pas edhe opsione të tjera, po kjo më ka duk më e poshtatshme për veten time. Për personalitetin tat, sepse ne që të njohim shumë i disa këtu, lëvizshëm, pra. Kur je këtu si je këtu, pastaj atje ikën te shko atje. Okej, çfarë t'inspiroi më shumë e nis rapin bro, dhe si ishte fillimet e tuaja për ty? Atë rapi Mos haro me përmend dhe kushën të. Po, ka qenë ndër të parit iniciatori për mua që ja kam nisur. Po kishe më kushëri të ngjoshë muzikë në për shtëpi vërdall, në për lagje, kështu që s'kishe ka qenë DJ që 12 vjeç që 11 vjeç ka vazhduar me fshtyp. Ka dhon bite që 12 vjeç më i bë rap, a? Pak a shumë. Çik më mbrapa. Po. Çik më mbrapa. Po kena ngju muzikë gjithmonë bashkë edhe edhe gjithmonë kena pas ato rrymat tona që i ngjoshim për herë. Shihet e përbashkëta. Ka qenë 50 Cent në fillim, ka qenë Snoop Dogg, me këta jena inspiruar. Pra Idrit ka treguar i pari. Po. Idrit ka treguar i pari se çfarë është muzika internacionale hip-hopi i vërtet. Po bashkë kena zbulu kështu ja, tu ngju, tu net, tu eksploru. Okej, me që ju kam të dyve dhe normalisht ku kam më mirë se me ju pyet të dyve, me që të dy keni punu më shumë të me njëri tjetrin, si është procesi kreativ për ty Skërt me nisi projekt? Atëherë procesi e vazhdojmë nga unë shumicën e rasteve i shkruaj tekstet pa nevojën e i biti. Pa instrumental? Po, pa instrumental. Kam menjë bitin që me çfarë ta përshtasë gjitha, atëherë kur ndëgjoj beat që Idri e bën, mund të futem shumë thjesht. Po si e përshtat flow-n me një që gjë tjetër ke pas në kokë kur e ke shkruajt dhe ndoshta ndryshe duhet me interpretu kur ke beatin përballë. Për shembull kur e ka shkruajti tekst Mandi pa beat, unë i them marrë po live, a kuptoj, edhe enjoy, edhe unë pak a shumë ndërkohë që ky bën rap e kam një vibe, domethënë kuptoj se çam BPM-i mund të jetë. Edhe nëse se kuptoj dot direkt e bëjmë metronom e gjej domethënë atë range-in e BPM-it. Në momentin që gjej range-in e BPM-it e di se pastaj se çam e gatujt normalisht. Pa normalisht ja bëj gati punën. Po normal. Okej, perfekt. Pastaj ka edhe raste që unë bëj beat në studio ose bëj edhe ja çoj kush. Unë kam emrin Armando. Emri i vërtet i Skërt është Armando ose Mandi shkurt, aka Kusho Idrit. Kusho. Edhe kështu që po thoya domethënë ka beatet që bëjnë në studio janë nis Mandit edhe ai ngjon edhe mund të shkruaj edhe sipër beateve, vjen në studio i regjistron. Edhe ky është një pjesë e procesit, domethënë, nuk është se vetëm e nis me tekstet gjithmonë. Po. Ti e di pak a shumë kush është stili jot ose çfarë është gjë që ty ta ndes frymëzimin me bëj tekst? A ke diçka fikse apo jo detyrimisht e ke stil tatin që e kam diçka fikse, domethënë ja kam nis si afro drill edhe rap, të bashkuar me bashk, diçka me energji, ritmike, gjëra. Pra nëse do e përmbledhësh me i tek fjalë stilin ta, duhet thosh është energjik. Po. Kë do më arrit? Kjo është. Okej. Ti ke pas ti Idro, ke pas influencën tate tek ky lloj stili i Mandit dhe ishte komplet zgjedhja e tij. Jo, në fillim të afro drilli ka qenë komplet zgjedhja vetë e Mandit, se Mandi ka pas nejt në Francë dhe nuk kemi pas ka qenë një moment që s'kena nejt shumë afër, domethënë kena qenë larg. Okej. Edhe ky thjesht merrte në telefon me kamerë dhe më tregonte çfarë tekste kam bërë me këtë beatin, ka qenë stili vet që jo shfut asaj. Okej. Normalisht pastaj këtë vitin e fundit ose 5-6 muajt e fundit që kena punuar bashkë, kena nxjerr këngët, ka qenë edhe influenca ime në stilin e muzikave që kemi nxjerrë. Normalisht, dhe kjo do të ishte një nga pyetjet e radhës që kisha për të thënë është që përveç stilit që Mandi ka dhe ideologjisë që ai ka për këngët se si do t'i bëj, normalisht ti edhe ai që do zgjosh pak për diçka të re, se si producent je çik më in se çfarë është popi në vërdall, çfarë mund të jetë trendi i momentit ndoshta ose çfarë mund mendon ti se mund të punoj për Mandin, mund t'i përshtatë Mandin më së miri, pra si një mentor kryesor le të themi. Po shkojmë kështu dorë për dorë, inspirojmë njëri tjetrin gjithmonë. Okej. Ai më inspiron mua me bëj gjëra të reja, unë jap gjëra të reja atij. Është ecim bashkë domethënë dorë për dorë. Ecim super se për shembull kur ka diçka që nuk shkon te konga që bëjmë,
është ai që më thotë nuk shko kështu dhe lejm nuk bëhet ose nëse do bëhet do e bëjmë tamam. Okej, perfekt. Pra besoj një nga avantazhet më të mëdha që mund të ketë artist i ri është për një opinion sinqert dhe normalisht që Idri nuk e pas. Mos ta bëj rrafsh vllai. Patjetër. Se shumë vllai me traf krahat me to bravo e ke myt, po besoj më shumë të vlen një mendim kritik se sa një lavdrim besoj. Kështu që duke pas Idri për mirë unë e di që bëj mirë, kuptoj, po duhet dikush që të më thotë. Okej, duke qenë se të dy bashkë keni punu gjithkohës vetëm të dy bashkë edhe me ty kena punuar. Po, normalisht po, mos shumti, jeni me njëri tjetrin dhe sa ja pranon mendimin Idri dhe sa mendoj që Idri mund ta ketë drejt këtë se unë e di shumë mirë që na herë edhe ka përplasje mendimesh. Po 95% ka drejt, ka përplasje. Ka shumë pasën drejt. Ka drejt. Se di inshallah. Ka drejt kush o Si 95% ka drejt e ja, po 95% ti jesh me atë. Përdzime, do të thonë aty ku nuk më përshtatet mendimi me të, thjesht mundohemi me gjetit përbashkët. Po. Okej, perfekt fare. Pra, se nuk është se e thot kot atë mendim që ka, kupton? Pra edhe kur ja fus kot ma thot se njerëz janë tani, kupton, normalisht. Edhe unë të fus në herë kot se nuk jena robot, nuk jena AI. Unë mendoj që në art nuk është se ka një mendim kot, është më shumë çështje mendimesh, është diçka subjektive. Mendimi, po edhe momenti, ndoshta diçka që mund të pëlqejë mua dhe madh dhe s'pëlqen ty. Jo të tyre mish më kesh. Varet edhe momenti si është, domethënë se kur jem proces kreativ e sipër ka shumë gabime, o burra, kupton, nuk është se ti direkt do bësh saktën, do kesh trials and errors pafund, kështu që normalisht edhe ka vend për kritika me njëri tjetrin. Edhe edhe lind shumë natyrshëm pyetja që sa rëndësishëm është për ty skër të kesh një ekip nga mbrapa që të ndihmojë, normalisht se vetëm nuk i bë dot të gjitha. Është shumë e rëndësishme. Për çdo gjë, për te producenti, te videoklipe, kush është ekipi menaxher, gjithë. Atëherë un kam pas shumë fat që kam ty shokë dhe kush e Idrin që më bëni beatet edhe instrumentalet edhe për këta nuk vuj. Okej. Edhe për kameraman kam kushit e mi prap. Pra ti e thonë që jemi familje artistësh. Pra komplet gjithë fisi është ekipi dhe jeni të gjithë që ndihmojnë mandin. Po. Je shumë i privilegjuar, besoj e dallo këtë gjë. Jam. Besojmë gjithë me diçka që po bëhet, kështu që gjithë e japin atë kontributin e vet pa e menu 2 herë fare. Okej, perfekt. Unë e di që këngën e parë ke diku të 2 ose 3 vite që e ke publikuar dhe ka qenë një freestyle, por kohëve të fundit ti s'ke ndalu dhe normalisht ke publikuar diku të 4 këngë, njëra më sirës dhe 5 muaj 5 këngë kena udhë. Pra një këngë muaj. Edhe e di që një tani është pritet për të nxjerrë videoklipi gati, është çdo gjë gati, thjesht po pret momentin e duhur për ta publikuar. Po, për t'i marrë gjitha pak një nga një. Flasim çik për freestyle number 1. Është publikimi jot i parë që ti ke bën në YouTube? Po, atë e kam nxjerr para një 2 vitesh. E ke xhiruar në Francë? Po. U pata influencu nga një shoku im që është kameraman. Okej. Ishim krejt rastisht duke bë turnet në lagje, se ne rrim në Francë. Po ta prek që kam shku i vogël në Francë, kam shku ka 15 vjeç. Okej. Edhe jam rrit gjithkohës vetëm pa familjen e gjërat, domethënë me shoqni për herë. Okej. Edhe kam pas atë që me bë freestyle sa herë me qenë me shokët, ato gjona që më ndodhin në jetë, bosha freestyle ose diçka kështu. Edhe krejt rastisht ishte ky shoku im kameraman që bën videoklipet e këngëve kështu, dhe unë thjesht ishte aty dhe ja bona si freestyle shumë shpejt. Ky më influencoi parë dhe më tha do të çojmë studio, më tha, unë s'njifsha si studio atje, domethënë në Francë. Për momentin se kisha si menim me hec me bë tamam serioze gjonat. Pra se kishin damenin që muzika ishte si tush ajo ku do me bë karrierë. Po. Edhe kam shku për herë të parë në studio me atë shokun tim. Për një orë i kam bë 2-3 këngë, domethënë kjo ishte ajo që unë do bësha klip. Edhe për sa e ke realizu këngën, klipin dhe direkt ke publiku? Për 3 ditë. Për 3 ditë ke regjistru këngën, ke bë klipin dhe ke publiku? Për 3 ditë, po. Se pas kam ditë këtë. Se ke ditë? Se pas ke thonë kushës këtë gjë? Se kam pyet.
Sa kam pyet. Ja, pra jemi në Rap Talk dhe sot dhe Idri më e vesh Gjona GCD. Duke qenë aty ka qenë full energji, full çdo gjë ka qenë natyrale, domethënë. Okej. Për ato që se din, të shkojnë në YouTube Skr Freestyle 1, edhe e kuptoni vetë se si është. E din Gjoni dhe tjerat. Pastaj ti ke publiku sitin, që e cili e ke në bashkëpunim po prapë me i kusho tjetër. Po me Klein, është italian. Klej është italian, është shqiptar, nga Italia. Nga Italia. Lind dhe rrit në Itali. Po, që në italisht, domethënë po. Okej. Që në italisht, e ka, më thonë, në shkollë të gjitha, ai është lind atje. E ka si më të përshtatshme që me bë italisht rap edhe. Aty e gjetë vetëm më shumë ti. Unë jam që bëj shqip. Okej, edhe kishi një bashkim. Po. Një bashkim, okej. Perfekt. Edhe që producenti ishte DJ Enki. Po, patira rrofshje për me. Skr City, prod by Enki. Okej, perfekt. Dhe pastaj normalisht Idri të futi pak në atë vibe-in e kontenteve TikTokut, me që folëm dhe për TikTokun, ti bone huliganin dhe e krijove klipin në një fart stili që t'ishte çik më afër robëve që e ndjekin nëpërmjet telefonit nëpër social media, apo gaboj pak këtë pjesë? Po, korrigjon nëse jam gabim. Ashtu e me numër domethën, po që vibe që ishte në studio. Pa ishte si behind the scenes e studios. Tamam sigur, domethën regjistrim studio aty, dy planet kamerës, plani producentit dhe plani i mandit që po reponte kongën. Edhe pak a shumë ashtu ishte e shpejt edhe kjo huligani bam e kuptoj bom e ditu me hudhëm vetë gjitha. Perfekt, dhe besoj është një nga këngët që ka marrë dhe shumë klikime në për rrjetet sociale, sidomos në TikTok, ajo ka qenë një nga këngët që ka ecë më shumë ti kur je puna për TikTokun. Edhe tani për shembull kur ja tregoj në njonit të zem në një shok që vazhdoj njife me njerëz edhe i them unë kam bë këtë këngë, po kam gjuhën ty ke Idri aty me Idrin. Kam gjuhën ty, po si olla, jo mi rrallë si 5-7-at. Jo mi rrallë. Okej, bro, dohet të pyesja diçka që duke ose më saktë ta bëj pyetjen kështu. Po. Tek tekstet që ti bën, çfarë është ajo që ti flet më shumë ti, pra çfarë nisesh për të thënë në një tekst? Atëherë unë shumicën e kohës normalisht që të përfaqësoj ç'a bëj në jetë, pra për ditëshmërinë. Po, për ditëshmërinë në hall, në gjë, për shembull që mund nuk më shko, du ta fol në këngë, që s'mund ta shpreh me njerëzit duke fol lirisht, për shembull muhabet, mundohem me shpreh në këngë. Perfekt. Dhe kjo ishte para pyetja e pyetjes që duhet vazhdoja është që sa probleme ke ose sa të vështirë ke për të përshtat me tregun, kur tregu mund të kërkojë diçka tjetër, por ti si artist i ri me idealet e tua kërkon të bësh diçka tjetër. A e ke të vështirë me e gjetë balancën? Dhe atë nimo Idri. Po, Idri më nimo shumë, është puna se me atë që unë du të bëj edhe nga ajo që unë duhet të bëj, ka shumë diferencë, se në Shqipëri është tjetër frymë, është shumë frymë tjetër e muzikës, do më thonë për me hec para me muzikën është komplet tjetër, nuk është se vlerësohet shumë rapi siç aq sa duhet. Normalisht po, edhe deri tash çfarë kemi mirë. Nuk kemi munduar asnjëherë me u përshtat tregut ose me bënë një gjë, kanë qenë thjesht muzikat tona dalë me kështu. Unë kam desh shumë herë me bë, domethënë kam qejf të bëj kështu këngësh eksperimentime të këngëve. Çik regatoni, çik shumë kërcim me bë. Po duhet me bë, po është momenti fiks. Okej, e mbyllim këtë pjesë për momentin, do vazhdojmë akoma të flasim në pjesën tjetër për projektet që ti ke plan me nxjerr, për projektet që ti ke nxjerr dhe do rikthehemi shumë shpejt në studio, ndjekim një nga këngët e Skr dhe kthehemi përsëri në studio. Peace. Rap Talk. Rap music. Rap culture. Rap Talk. U rikthyem përsëri në studio, jemi me Idrin dhe Skr. Tani do të flasim për dy projekte të cilët kanë ardhur njëra pas tjetrës, të cilat janë dy projektet më së fundit që Skr ka publiku, po flasim për këngën Fresh dhe për këngën Maldinin, të cilën ke bashkëpunim po ashtu me një artist i ri, me Vinin. Po, me një shok timin. Okej. Atëherë, muzika Fresh është bë para 2-3 muajve këtu në Tiranë. Okej. E kem bë me një shokun ton Lucieni që na ka realizuar. Shoutout Lucieni. Shoutout me videomakerin. Po. Okej.
Edhe çka ka ndodhur me atë muzikën ka qenë që e njëjta histori pak a shumë si e para, thjesht neve kishim këngën gati. Okej. E kishim thjesht që duheshte me u boj një klip ose diçka dhe ja tregove Lucienit, Lucieni pëlqeu aty, zgjoj po, i zgjoj inspirimin, ta bëjmë videoklipin. Edhe diçka edhe e kena bërë për 2 ditë. Po. Çdo gjë. Edhe ka qenë, edhe unë kam qenë pjesë normalisht e gjithë behind the scenes-ave dhe e di që ka qenë një punë intensive, daç me printu rroba që i kishim për figurante, daç çdo gjë që na u desh, pajisjet, lokacionet, etj me radhë është bë për rekord. Po. Okej, perfekt. Kam qenë shumë i kënaqur edhe shumë mirë ka. Perfekt, dhe ne do ta gjejmë patjetër këtu në Radio Sol mbasi ta mbyllim. Gjithashtu kënga më e fundit që ti ke nxjerr është Maldini, po. Atë kam bashkëpunim me djalin me shokun tim Vinin. Unë kam bë pjesën time në Gjermani, në Berlin e kam xhiru si klip, edhe shoku im e ka xhiru në Tiranë. Okej. Se s'kishim mundësi me u koordinu bashkë me lokacion. Perfekt. Gjithçka shkoi siç duhej. Si ndodhi projekti i Maldinit? Si realizove? Ideja bazë ishte zgjidhja e bitit. Kemi qenë studio me datë 2 janar, kemi qenë studio me Idrin edhe Ervinin. Shkum na prezantoi beat Idri siç ishte duke bë beat edhe direkt aty ka ndodhur, kemi bë punë 1 orë. Shkova pastaj erdha të mora aty, nuk e di, erdha të mora prapa të notë aty, edhe Vini e kishte marru pjesën e vet, thjesht ishte pjesa ime për më marrë. Boni mandi, pastaj regjistrova edhe Vinin, edhe u kry konga, me notës. U marru, domethënë. Perfekt, dhe unë e di që atë beat e ke pasu dhe në TikTok, kështu si beat për qef, si challenge. Po, e gjë forta, ajo video që kam hudhur unë ka qenë atë notë që ka qenë të u bë edhe konga. Po ta shohësh me vëmendje ke në mandë ti mbrapa që është të bë, të shkruaj tekstin. Tu realizu kokë të video është vetëm biti që ngjohet. Okej, perfekt. Pa këto ishin pak a shumë gjitha projekte që ti ke nxjerr që nga projekti i parë deri më së fundmi, i cili është Maldini. Okej, unë tash kam përgatit i lojë interesante për Idrin njerëz si fillim dhe e di që Idri ka për ta pasu te Mandi. Për ta bëj çik më fan edhe më qef. Bëjmë çik gallat. Fundin. Okej. Idro, unë kam përzgjedh disa producenta, do të t'i jap në një rënditje random dhe do ta shohim kush do jetë producenti më i mirë për mendimin tanë. Si mas lojës. Pra unë do të përmend një emër dhe një emër tjetër dhe mes tyre dy emrave do zgjedhësh një dhe kështu vazhdoj me radhë. E gati. Gati. Ta gjejmë mirë sa të vi radha aty dhe gjejë për qefi e rit. Po. Okej. Do shohim mirë të eksperimentojmë. Gati Idro. Si fillim 808 Mafia dhe Skrillex. 808 Mafia. 808 Mafia. Okej. 808 Mafia apo Mike Dean? Mike Dean. Mike Dean apo Mike Will Made It? Mike për Mike. Mike Dean. Mike Dean. Mike Dean apo Weezy? Weezy are here. Dean, ke fut një legjendë bro. Okej, Mike Dean apo Metro Boomin? Po the Metro Boomin. Pa, pra se ishte dha që vështirë. Pa, mas edhe Mike është nivel tjetër, por nuk... Po t'ishe ti 40 vjeç. Do me asnjonin nga këto, ka shumë vite experience, shumë... Okej, Metro Boomin apo Boy Wonder? Metro Boomin, want some more. Okej, Metro Boomin apo Mustard? Metro apo DJ Khaled? Di që vdes për DJ Khaled, e ke fiksim. Normal ajo punë, po s'ndroj dot Metron. Shumë i përpikt në çdo gjë. Metro Boomin apo Benny X? Metro vazhdon të mbaj qëndrim. Metro apo Zeytoven, baba Metros? Metro, okej. Metro apo Dr. Dre? Këtu e ndroj. Këtu është Dr. Dre. Këtu është Dre, Dr. Dre apo Timbaland? Dr. Dre. Dr. Dre apo Tay Keith? Kota thash që tash di që Dr. Dre është se kur se ndrove me Timbaland, se ndrona herë me Tay Keith. Okej, pra Idri zgjedh doktorin. Pra ky është producenti joti preferuar nga këto që të përmenda. A ka marrë një? Po nëse kishte për ta ndruar Dr. Dre, kush do ishte? Nuk e kisha ndruar se me thon drejtën fiks ka dal Dr. Dre e kam preferuar në top 3 është patjetër, mos them është njëshi pa diskutueshëm për mua. Okej. Influence, domethën soundi edhe gjonat që unë e ndjek, e kam shumë. Okej, perfekt. Edhe me që më pyet edhe mua Idro, unë jam për Metro, me thon drejtën. Në top 1. Po. Nga këto që përmenda.
Është nice. Okej, unë di që i ke bëj listë shumë interesante skërtit me ja testu shihet. Po unë kam bëj lojt, paka shumë i lojt, domethënë. Po e kam bëj me rappers. Me rappers çfarë? Me rappers. Amerikan. Tash ti do t'i ngjosh amerikan, europian. Ta shohim mirë, kë njeh, kë pëlqej, kë s'pëlqej nga këto. Okej. Gati. Hajde. Atëherë. Pyetja e parë. 50 Cent apo Pop Smoke? 50 Cent. Ai e ka Pop Smoke-un. E vërtet. 50 Cent apo Central C? 50 Cent. 50 Cent apo Morad? New School. 50 Cent, bro. Po, se është ke shihet e mia më shumë 50. 50, po. 50 Cent apo Travis Scott? Pa qatë Travis Scott e do të dhaft. 50, bro. Normal. Normal e punë. 50 Cent apo Baby Gang? 50. Baby Gang është super, po 50. 50 Cent apo Eminem? Eminem, bro. Eminem apo Ice Cube? Eminem. Eminem apo Jul? Jul. Edhe Juli po ta pyesësh Eminem të thotë për. Po mirë, po do mërziten disa njerëz tu, po s'është problem. I shoku jon do mërzitet. Juli na gjoj shumë për momentin edhe është artisti im normal se fresh për fronce. Jul apo Capital Bra? Jul. Jul apo Ninjo? Jul. Jul apo AZ? Jul. Jul apo Skepta? Skepta, bro. Wow. Se priça fare kët. Skepta apo Lakrim? Lakrim. Lakrim apo Snoop Dogg? Lakrim. Lakrim apo Kodak Black? E fundit kjo. Lakrim. Ku nisë me ku përfundum nuk e pritja kur ta marroshe me Lakrimin këtë muhabet. Lakrimi është shumë fort. Shumë fort. Edhe pse enjoy, po më ka thonë kusho që është internacional është. Edhe Juli është shumë i fort, po unë se kam gjuhë këtë Lakrimin. Shumë i fort. Mos më thon tek Kongi kam gjuhë. E më 2-3 kongë mund t'i kemë gjuhë. Po normalisht që të enjoymë neve me Kongon me French Montana. Pa, atë pra kena gjuhë. Dhe me qëra muhabeti me gjuhë i Kong, e di që na ke përgatit i super dhurat për Rap Talkun, për mu dhe për Radio Solin. Si është muhabeti kësaj dhurate? Tashi morëm vesh që na ke ftu, do bëjmë intervistë me Skërtin. Edhe ishit këtu. Normalisht ajo punë, bëm gati projekt para se të vishim këtu para 2-3 ditësh. Kam bë bitin, Mandi ka shkruajt, edhe kena gati për ta performuar. Okej, për gjithë dëgjuesit e Radio Sol, unë se kam gjuhë për vete, kështu që me ju do të gjej unë për herë të parë, ta shohim çfarë na kanë bërë çuna, thjesht di që Idri na ka bëj bi vetëm për Radio Solin dhe Mandi na ka bë i tekst për Radio Solin. Ta shohim tani. Tash si fillim, mirë do ishte, do të shpjegoj bitin që kam Idri na ka ardhur me projektin e FL Studios, me na e tregu tamam që mos thot njëri nëpër komente jo po se ke bë vet, jo po e kam gjumë një event tjetër këtë bitin. Pikërisht. Ja një sekond sa të bëjmë gati edhe kufjet që të jemi. Aq i përgatit ka ardhur sa ka 2 kufje me vete. Tani, shpjegojmë bitin, kam këtë sample-in. Një loop i gjet në Looperman që mund ta gjej. Diçka simbolike. Po, diçka simbolike sa për ta nis. Një bluzi. I kam shtu këto gunshotsat. Sa për akcent. Ky beat është i far beat, ja? Një far beat i afro drill type beat. Jemi në vibe-in e Skër freestyle nishit. Pjesa e melodisë e sample-it ka që ishte e thjesht. Tani po bëj play dhe drumsat bashkë me 808. Okej. Feels. Edhe gjitha bashkë të bëjmë kështu. Mungon diçka. Mungon elementi kryesor. Ha? Mungon diçka, mungon elementi kryesor. Mungojnë vokalet. Mungon skër. A je gati, bro? Po, bro. Okej, let's get it. Kemi performancë nga Skër me beatin nga Idri. E dëgjojmë vetëm për qefin e dëgjuesve të Radio Soli Rap Talk. Tani live vjen Skër. Yeah, Rap Talk, kemi Skër, freestyle, beat produced by Idri në Rap Talk në Radio Sol me mua DJ Enki. Let's get it. Go! Skër! Hey!
Ej, Noris no buk Leni palavrat rrug kushina Ti pse do mu shduk S'jena njësoj jon rrug kur t'poshtë Ty rishtë si delja rrug Kush bë mu dis Kush dhja shtrydhi trut Kush luj për luft T'killi me rimat, t'killi me shuta T'shpërlej krejt me parashuta Me 2 fjall, 2 b***ek puta Repi shqip, veç ka su futa Shifet tash, o lajzo mi Repi shqip, o tripi ri Fresh o makina, fresh e në unë Jon ka nuk rin telefon Ka qiset, nuk ti tregon Se femna jote me mu t'rathon ej, Ty nuk tregon ej, she's crazy man. Ej, Noris no buk Leni palavrat rrug kushina Ti pse do mu shduk S'jena njësoj jon rrug kur t'poshtë Ty rishtë si delja rrug Kush bë mu dis Kush dhja shtrydhi trut Ej, Kush luj për luft Kush Hu Yeah, let's fucking go Fire That shit shit. was crazy bro Jena full. Kjo ishte Rap Talk, episodi i parë për këtë sezon 2. Qëndroni vetëm në Radio Sol për muzikën më të mirë gjatë gjithë ditës dhe do shihemi përsëri së bashku çdo të njëjtën në orën 7 tu në Radio Sol në Rap Talk me mua DJ Enki. Do të kemi pafund episode super interesante me të ftuar super interesant. Deri javës tjetër, peace. Rap